Ngjyrosja e vezëve është një nga simbolikat më të veçanta të Pashkëve, ndërsa Noela ka zgjedhur një mënyrë të veçantë për zbukurimin e tyre. Unë jam mundu me ik pak sa prej tradicionales, me të qëndru të lymja vezëve, na kena tradit filloj mi javë para, me mujto njerë për para me mlaut xhanet, me mi gjetë zbukurimet që do na me ba për Pashkë, mësë ndaj me javë fillan edhe lymja vezëve. Unë faleminderit Zotit kam pas edhe porosi shumë, edhe njerëzit kanë kërku me ba gjane pak më ndryshe. Dikush për shembull ka kërku barbardhen. Ka pas njerëz që kanë kërku edhe me emra fëmijëve, sepse fëmijët janë ata që gëzohen më shumë për festa. Fëmijët janë ata cilët e ndhin pak më shumë këtë atmosferën e festave. Unë ma ka kalu nana, unë shpresoj m'ja kalu edhe unë vojës teme, që kur të rritet, se tesh është e vogël shumë, me ndihmu edhe aja dhe me e çu përpara këtë traditë shtëpisë tonë tashmë, mi bë vët pak më ndryshe se tjerët. Kjo është Noela, me profesion gazetare, por prej shumë vitesh kujdeset që vezët e saja të Pashkëve të jenë të bukura dhe të veçanta. Janë bukura ata që janë me personalizime, sepse ti kupton dashninë e madhe të një personit për me ja zbukuru festen sa më shumë një fëmijë vogël, edhe vetë mesin ta njëjtë nëse ti don me rujt edhe din me rujt. Punimet janë nga më të ndryshmet, me personazhe vizatimore, por edhe të personalizuara me gur dekorativ. Po përfundoj një vë pashksh me një pikturë sa do të vogël. Janë këta lule që janë edhe simbol i pranverës, por edhe simbol i Pashkëve. Kena ik pak nga tradicionalja e ngjyrës të kuqe, po kena bë bluhe si qielli. Noela thotë që festa e Pashkës është festa më e rëndësishme për besimtarët e krishterë dhe se përgatitjet janë të shumta. Në fund, ka dhe një urim për festën e Pashkëve. Unë uroj me ta në zemër, ta një, gëzuar Pashkë, Pashkë të bardha, me sa më shumë dashni, me sa më shumë gëzim, me sa më shumë lumturi. Do një fort jenitetin edhe Pashkë të gëzume.